cili është një kundërshtar politik që e çmon mas shumë, ti domethënë kjo është një me, domethënë, jo vetëm sa për korrektësi politike, po që thush, okay, që të kundërshtar kisha pas qef më kon ekip ose me pas në ekip tamin. Edhe që është Abdullah Hoti. Okay. Abdullah Hoti ka qenë dikush që nuk e kam njohur para se me hyrë në politik. E kam takuar një herë si ministri i arsimit duke u thu unë dikon tjetër dhe ai duke u kthy prej studimeve të në Britani të Madhe. Po ka qenë një ministër briljant i financave dhe ekonomisë. Kam bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe sot e kësaj dite, shpesh shkojmë në konferenca ndërkombëtare dhe është një rival politik cilën e shmoj për mendimin që e ka, për veprimin, për kulturën, dhe kisha pas shumë dëshirë të shoh përsëri në kuvend të Kosovës, edhe i ftoj ata që e votojnë LDK-n t'ja japin një mbështetje, sidomos kjo rrethina Prizrenit ka vjen Abdullahi dhon, Okay. që mos kursehen. Okay.